Po cili ka qenë ndoshta momenti më sfidus që e ki has gjatë kësaj kohe? Ose cila ka qenë maja më e vështirë për ty? 3 maja të vështira, ose 3 kanë qenë top përsa i takon vështërsisë. Mali në Slovaki ka qenë i vështirë për arsye se ishte i vetmi mal në Evropë që nuk lejohej të ngjitesh pa gujit dhe nuk kishte shenja fare. Pra vetëm me aplikacionin e internetit në telefon e kemi ndjekur rrugën dhe nuk kishte shenjim fare. Prandaj kjo e bënte të vështirë. Ishte mal me gur, ishte mal i ndaluar që të bëhet pa gujt. Ne e bëm pa gujt. Por nuk ishte më i vështirë. Pak më i vështirë se ky dhe i rrezikshëm ishte mali në Austri, që është 3798 metra, Grossglockner, i cili pjesën e fundit e ka shumë të vështirë, por edhe të rrezikshme. Në top përsa i takon rrezikshmërisë, sigurisht ishte mali i Zvicrës, mali më i lartë në Zvicër, mbi 4600 metra, Duferspitz, i cili në farë mënyre më ka sfidu, po ashtu më ka dhuru shumë adrenalin, shumë frikë. Në 2 momente kam thonë duhet kthehemi sepse është shumë i vështirë, por megjithatë ja kemi dalë. Tani, unë dorën zemër i kam studiu, i kam analizu para se të ngjitëm, por ndryshe është kur shkon të vendi. Sepse nuk mund ta matësh rrezikun edhe vështërsinë nga videot ose nga ato që e përshkruajnë të tjerët. Kur shkon aty e sheh që ka vërtet rrezikshmëri, atëherë ndryshe reagon organizmi, ndryshe e përjeton dhe ky ishte faktikisht më i vështiri. Këto 2 male mu më kanë bërë me te kalu vetën, është një sfidë që nuk do të doja ta bëja përsëri, sepse se edhe këtu ke ashtu ndalë, a i ndërmend me vazhdu me diçka ndoshta... Për disa segmente po flasë, sepse disa segmente të rrezikshme që te kalojnë atë. Unë nuk jam sportist në moshën më të mirë ose në top form që them, okej, bëj edhe ngjitje të vështira. Duhet njeriu me ja ditë hallin vetës, që shtojnë. Nuk jam sportist që gjatë gjithë vitit jam aktiv, jam form, kam kondicion, plus mosha e gjitha këto e bëjnë të vetën. Por përvoja që e kam, faktikisht është aseti më i rëndësishëm i imi. Dhe po ashtu stabiliteti në ecje e shumë aspekte tjera. Ama megjithatë, këto dyja ma kanë te kalu ose ma kanë shty kufirin e asaj që unë pretendoj. Sepse hikingu nuk e bëjën për me sfidu vetën, me lodh vetën, me rreziku vetën, po thjesht e bëj për me relaksu vetën, me heq stresin, edhe thjesht me shiju natyrën, jetën. Po, vetë se normalisht duhet edhe përgatitja, po. Para, sidomos për 15 maja cilat i kënë gjitë, sa kot ka marrë përgatitja, do shta çdo djelë që të regove që ke dalë në hiking? Pa dyshim që në këtë sport, çdo ngjitje që e bën është përvojë. Dhe unë kur e llogariti në vitet e fundit janë shumë ngjitje që i kam bërë, terrene të ndryshme. Kjo përvojë nuk harrohet. Do të thonë, kjo është diçka që mësohet si puna e biçikletës. E mëson një herë, edhe nëse nuk e përdor 5 vjet, përsëri nuk e harron. Ecja në natyrë, ecja në terrene të vështira, është diçka që mësohet dhe përvoja është shumë e rëndësishme. Kur ti mësohesh, din se si ta menaxhosh lodhjen, si ta menaxhosh stresin, si ta menaxhosh secilën ecje. Prandaj nuk është që ti duhet përgatitesh një javë dhe jam gati, jo. Kurse për kondicion, pastaj po duhet të përgatitesh. Unë një muaj e gjysmë përpara bëja ecje në gërmi, do më thonë, ndoshta çdo të dytën ditë, 3-4 herë në javë, po i kam bërë edhe disa ecje të tjera në për Kosovë, në mënyrë që të përgatitesh fizikisht. Por pjesa tjetër është përvojë pastaj që nuk harrohet edhe që e ke gjithmonë. Sot unë nuk kam shumë kondicion, por me përvojën që e kam, tash nisem edhe e bëjmë cilën do për këtyre majeve. Nëse nuk e bëjmë për 3 orë, e bëjmë për 5 orë.